Pasioni i tij për filmin e çoi atë drejt rajt, ku punoi për gati 40 vite, duke u bërë një nga mjeshtrit e regjisë dokumentare dhe i shumë emisioneve të njohura, mes së cilave Linja Verde. John Konjndrekaj, regjisori shqiptar me origjinë nga Peja, ndan kujtimet e rrugtimit të tij artistik për radio-televizionin publik shqiptar që nisi në vitin 1975, kur për herë të parë shkeli në Itali. Me qenë në festivalin e Venedikut, kur komponi skenartimin me një risort të njohur që është Frank Capra, me famë botërore, edhe një kritik i televizionit italian shikoj, tha, be fason që këtë problem nuk kurjer se kom ditë që keni shku diçka me Frank Capra, në kupton. Edhe të tha, pse nuk vini më boni gjo eksperimentalin në rajin, tha pse jo. Konjndrekaj tregon edhe për dokumentaret e tij kushtuar Lind Delis dhe Nën Terezës, si dhe për mënyrën se si ka ndikuar në promovimin e Shqipërisë në ekranet italiane. Vetmi që më kalion përpikje të thellë, pikpymat e kolorë ka qenë Lind Delia. Saj nuk kanë të bukë për t'i ble kolorët. Në Tereze unë e kom shushnu për 20 vjetë, edhe për të parën e kur ka hinë në Shqipëri e kom shushnu vetë. Publiku italian, unë ndërkombëtar nuk nifte asgjë nga ona e Shqipërisë. E për atë arsye unë jo mendu në çdo mënyrë me afru Shqipërinë perëndimit. Aktualisht mjeshtri i regjisë John Konjndrekaj po punon për një film të ri dokumentar mbi jetën e Nën Terezës me kast ndërkombëtar që pritet të përfundojë së shpejti.